Është nder i veçantë që sot në cilësinë e Kryeprokurorit të Shtetit marr pjesë sipas detyrës zyrtare dhe ty detohem për herë të parë në mbledhjen e Këshillit Prokuror të Kosovës. Detyra e Kryeprokurorit të Shtetit, të cilën ma keni besuar ju kolegë të nderuar, për mua përveç është përgjegjësi e lartë institucionale, është edhe obligim kushtetues, ligjor dhe moral ndaj shtetit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët me të drejtë kërkojnë një prokurori më efikase, më profesionale, të pavarur dhe me integritet, që zbaton ligjin në mënyrë të barabartë për të gjithë. Pritshmëria që qytetarët e kanë për institucionin e prokurorit të shtetit është përgjegjësia jonë më e madhe që kemi ndaj shtetit dhe shoqërisë, por edhe motivimi ynë për të punuar me përkushtim, pamshmëri dhe vendosmëri në forcimin e sundimit të ligjit dhe shtetit dhe së drejtës. Për ata që më njohin, e dinë se qasja ime si prokuror dhe si kryeprokuror ka qenë dhe mbetet e njëjtë. Prokurori duhet të flasë vetëm përmes punës. Besueshmëria në institucionin tonë nuk ndërtohet me deklarata apo retorik, por me profesionalizëm, integritet dhe rezultate konkrete. Mënyra jone e komunikimit do të jetë puna profesionale dhe performanca, sepse pikërisht mbi bazën e tyre do të gjykohemi dhe vetëm përmes rezultateve konkrete do të forcojmë autoritetin e institucionit tonë dhe besimin e qytetarëve ndaj nesh. Kjo nënkupton që gjatë punës tonë duhet zhvillojmë time më profesionale, më efikase dhe të kemi ndjekje penale të suksesshme ndaj korrupsionit me theks veçantë, korrupsionit në nivelit lartë, krimit të organizuar edhe çdo formë tjetër të kriminalitetit. Si kryeprokurori i shtetit do të angazhohem maksimalisht që vizionin dhe objektivat të cilët i kam paraqitur në koncept dokumentin e dorëzuar në Këshillin Prokuror të Kosovës, kur kam aplikuar propozitën e kryeprokurorit të shtetit, ti zbatoj me konsekuencë dhe në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjin. Sot nga këtu duhet të drejtohem secilit prokuror të Republikës me një mesazh të qartë. Si kryeprokuror i shtetit do të jam i përkushtuar për të mbështetur secilin nga ju që ushtroni detyrën me profesionalizëm, integritet, panshmëri dhe guzim. Zyra ime do të jetë gjithmonë e hapur për komunikim profesional, bashkëpunim konstruktiv dhe koordinim institucional me qëllim të adresimit dhe tejkalimit të sfidave profesionale më të cilat përballen në ushtrimin e funksionit tuaj. Njëkohësisht, dua të theksoj se çdo akt dhe vendim juaj duhet të mbështetet në kushtetutë, në ligj dhe prova të siguruara në mënyrë të ligjshme, sepse vetëm kështu i shërbeni drejtësisë. Askush nuk duhet të ndikohet nga presioni politik, ekonomik, mediatik, apo nga çfarëdo interesi tjetër jashtëm. Pavarësia funksionale që e keni si prokuror është një garanci kushtetuese dhe një nga vlerat më të rëndësishme në sistemin tonë. Megjithatë, kjo pavarësi nuk është dhe nuk do të jetë asnjëherë mburoj për arbitraritet, pa përgjegjësi apo mos llogaridhënie. Llogaridhënia nuk duhet të perceptohet si kërcënim ndaj pavarësisë, por si një mekanizëm që garanton të standarde të larta të përgjegjësisë. Lufta ndaj çdo forme të abuzimit me detyrën do të jetë e pa kompromis. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të gëzojë imunitet. Po ashtu nuk do të tolerohet askush që e keqpërdor autoritetin që jep ligji për të cenuar pa bazë ligjore të drejtat dhe liritë e tjetrit. Të nderuar kolegë Këshillit Prokuror të Kosovës. Sfidat me të cilët përballet sistemi kërkojnë bashkëpunim sinqert institucional, koordinim dhe komunikim të vazhdueshëm ndërmjet nesh. Në këtë drejtim, Këshilli Prokuror i Kosovës ka një rol themelor për garantimin e pavarësisë, profesionalizmit dhe zhvillimit të sistemit prokurorial. Besoj fuqishëm se përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, respektimit kompetencave kushtetuese dhe ligjore dhe forcimit komunikimit të mbrëmshëm do ndërtojmë standarde që e fuqizojnë sistemin dhe rrisin efikasitetin e tij.
Një element shumë i rëndësishëm mbetet edhe bashkëpunimi i ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët për vite me radhë kanë mbështetur zhvillimin dhe fuqizimin e sistemit prokuroral në Kosovë. Përvoja, ekspertiza dhe përkraja e tyre janë vlera të çmuara në avancimin e reformave institucionale, ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe zbatimin e praktikave më të mira ndërkombëtare. Njëkohësisht, vend të rëndësishëm do të zë dhe bashkëpunimi me mediat, po ashtu rëndësi të veçantë do të kushtohet forcimit bashkëpunimit me organizatat profesionale të shoqërisë civile, të cilat duhet i shohim si partner të rëndësishëm në promovimin e transparencës dhe llogaridhënies. Kritika dhe rekomandimet e tyre kur synojnë avancimin e sistemit prokuroral duhet i vlerësojmë si kontribut konstruktiv për përmirësimin e punës sonë. Në fund, jam i bindur se me profesionalizëm, unitet dhe përkushtim do të avancojmë sistemin prokuroral. Ky është misioni dhe përgjegjësia jone e përbashkët në mënyrë që të kemi një sistem më të fuqishëm, më efikas dhe më të besueshëm. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, i nderuari prokurori i shtetit për fjalimin dhe gjitha këto zotime që i shpërfaqe pranë këtij këshilli dhe pranë opinionit publik, dhe që uroj që gjitha të jetësohen. Konsideroj se Këshilli Prokuroral në këto vitet e fundit e ka pas fatin e keq që t'jetë gjithmonë me ushtrues detyre, por nga sot besoj se do ta ketë fatin e mirë që të kemi një kryeprokuror me kompetenca të plota, ashtu siç e kërkon edhe ligji dhe kushtetuta, po ashtu siç e kërkon edhe nevoja.